Brenda pak ditësh javëve të fundit në Gjilani, Stog Suharek, Pej, Gjakove Deçani, presidenti Vjosa Osmani takoi dhjetra nëse jo qindra qytetar duke ngjallur pyetjen apo përgatitet ajo për një rikthim në garën politike. E gjitha kjo po ndodh në një moment të ndjeshëm politik në Kosovë. Nëse brenda më pak se 2 javë nuk arrihet marrëveshje për postin e presidentit, vendi do të përballet me zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare, të tretat brenda rreth 16 muajve. Ky kontekst e bën çdo lëvizje të aktorëve politik përfshir Osmanin, që synonte edhe një mandat të dytë si presidente, më domethënëse. Sipas Donika Eminit, hulumtuese në grupin këshillues për politikat e Ballkanit në Europë, vizitat e Osmanit duhet të lexohen si pjesë e një strategjie të mirëmenduar. Ajo beson se këto lëvizje tregojnë një përpjekje për të rikthyer dhe konsoliduar lidhjen me elektoratin pas një mandati të fokusuar kryesisht në politikën e jashtme. Për më tepër, këto vizita mund të shihen edhe si menaxhimi i dëmeve nga ndarja e rrugëve me kryeministrin Albin Kurti, edhe si nevojë për të ritheksuar dhe forcuar narrativën e saj në këtë proces, thotë Emini për Radion Europa e Lirë. Përçarja mes Osmanit dhe Kurtit është e lidhur sipas njohësve të zhvillimeve politike kryesisht me dallimet në raportet me SBA-t, mungesën e koordinimit institucional dhe konkurrencën për ndikim politik. Këtë vit Osmani nuk u propozua për një mandat të ri si presidente, 5 vjet pasi ishte zgjedhur në këtë post me propozim të lëvizjes vetëvendosje të Albin Kurtit. Por angazhimi politik i saj nisi brenda lidhjes demokratike. Osmani u zgjodh për herë të parë deputete në Kuvendin e Kosovës në vitin 2011 dhe u rizgjodh në disa mandate radhazi, duke u bërë një nga figurat më të spikatura të LDK-s. Në vitin 2019, ajo udhëhoqi listën zgjedhore të partisë dhe ishte kandidatja e saj për kryeministre, duke përfaqësuar një përpjekje për reformim të brendshëm. Ndarja nga LDK në vitin 2020 shënoi një kthes të rëndësishme në karrierën e saj. Më pas ajo ndërtoi një aleancë me Kurtin dhe lëvizjen vetvendosje përmes iniciativës Guxo, një format politik që nuk u konsolidua plotësisht si subjekt i mirëfillt. Në vitin 2021, Osmani u zgjodh presidente e Kosovës duke kaluar në një rol të ri në të cilin, si përfaqësuese institucionale, ajo supozohej të qëndronte mbi ndarjet partijake. Në këtë post ajo është kritikuar shpeshherë nga opozita, që e akuzonte se po ja mban anën lëvizjes vetvendosje. Tani Osmani po hyn në një fazë të re të karrierës së saj, qoftë përmes një subjekti të ri apo një ripozicionimi strategjik brenda një partie. Koha e zgjedhjeve të ardhshme do të jetë vendimtare për mënyrën se si do të mund të bëhej ky rikthim i Osmanit. Nëse vendi shkon në zgjedhje të parakohshme nga moszgjedhja e presidentit në fund të majit ose në fillim të qershorit, hapësira për ndërtim të një subjekti të ri do të ishte e kufizuar dhe Osmani do të mund të detyrohet mbështetej në një strukturë ekzistuese. Në një cikël të rregullt të zgjedhjeve, ajo do të kishte më shumë kohë për të formuar një projekt politik, por me rrezik të humbjes së vrullit dhe rëndësisë.